në Itali. Kam parë se keni bërë shumë prezentaciona ka Uda. Bëm shumë prezentacione të udhës, bëm prezentacion në Rom, bëm puhurit e ti, bëm sot ne ishim në Lozan. Loriku, me Zvicër. Soço, Loriku është Loriku kapiteni legjendar. Loriku sot është në Lozan, në Zvicër, u jam këtu në Rom. U jam këtu, se u jam me arbresh e vërtet. E arbresh e vërtet. Si ka va, sot ka qenë bukur. Një iniciativë shumë e mirë, shumë e rëndësishme. Kamare se jam këtu me shumë motra e vëzër, me shumë miq të mirë arbresh, ëngrëm, pim, nani bëjmë intervista, flasim, ishim me gjithë sindaci kryetarët bashkie Arbris, ishin miqtan pedagog, Ltimari, ish Mandala, Scaldaferri, kolonat e Arbris, kishim la console Anna Madeo, kishim il padre sindaco, carissimo amico Ernesto Madeo, ishin dy ministra të Shqipërisë, ishin një shërbes e bukur dhe kam are se këtë shërbes e bëri shumë bukur e shumë mirë e bëri Majlin.